في المؤمنين الصادقين رجال. Pyetja e cila vijon thot a është haram mashkulli me bajt një zinxhir në dorë dhe në qafë që nuk është prej ari por është nga argjenti, apo si e quajnë këtu tek ne nga sërmi. Nëse është haram kisha pas dëshirë pse dhe pasojat, se unë fali namaz, alhamdulillah, dhe shumë sunete i kri, po ja që shumë i kam merak me bajt zinxhir, selam aleikum. Ne lusim Allahun azza wa jall që Allahu të forcon në namaz, të forcon në din. Sa i përket, do me thonë që i barqja e zinxhireve në qaforeve, apo barqja e zinxhireve në dorë, normal se prej ari nuk lejot, si që dim hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur e pa pejgamberi Allahut një unos, një shoku i tij e kishte nu në gisht, pejgamberi Allahut ja heqi dhe tha si ka mundësi një musliman që në shkëndit zjarri ta non në dorën e tij. Sa i përket argjentit, a lejohet që mashkulli të barë qafore, zinxhir, në qaf, apo në dorë. Apo bile të mund të parashtrohet dhe a lejohet që meshkujt të vojnë vadh, një apo dy, në hund, apo në vesh. Vendimi i sheriatit është se nuk lejohet. Mund dhe ke të drejtë të pyetësh pse. Për shkak se ka thonë kjo stoli i takon gjinis femërore. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në shumë hadithe i mallkon ata meshkuj që i përgjajnë grave dhe ato gra që i përgjajnë meshkujve. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur flet për mëndafshin dhe arin, thot se ata që i bëjnë ari nuk do të bëjnë xhennetin Allahut. Pra edhe nëse hinë xhennet nuk kanë për të stolis me ari. Dhe ato të cilët veshin mëndafsh, edhe nëse hinë si pozohet të hinë xhennetin Allahut nuk kanë për të vesh mëndafsh. Dhe ato që stolisën këtë botë me stoli që e ka ndalu Allahu, nuk kanë për të stolis në xhennetin Allahut. Pra e para nga jo, ndalohet nga se është një stoli që i takon femrave. Pra atë Aisha radiallahu ta'ala anha, e cila na transmeton dhe thot, subhanallah, madhria Allahu qofte lartë që i ka zbukuru meshkujt me zinxhira, me mjekra. Mjekra stolia e mashkullit, e burrit. Dhe thot, madhria Allahut qofte madhe që i ka zbukuru gratë me flok. Para mendoj një gru që mos të ketë asnjë kime flok në kokën e saj. Çfarë bukurie do të ketë? Pra Allahu azza wa jall na ka zbukuru dhe mjafton zbukurimi Allahut azza wa jall për shkak se çdo sen që e ranojmë njëri veten tonë më tepër se Allahu na ka zbukuru, sigurisht se do ta dëmtojmë. Gjithashtu zinxhiri apo bartja e stolive na përfiton, na jep disa karaktere sjellje të gjinisë femërore. Për këtë arsye, kjo urtësia dhe kjo është model i huaj. Nuk është model i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e thot pejgamberi Allahut, ai që i përngjan një popullit është prej tyre. Për këtë arsye pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk na ka ndalu krejtësisht neve që mos të zbukurohemi. Na ka leju që një mashkulli të bën një unoz nga argjenti. E nuk lejohet mashkullit të nën 3 unoza apo 4 unoz. Për shkak se kjo është stoli e femrave, që të bartin më tepër se sa një unoz, dhe kur kemi të stolia unozëve, nuk preferohet këta dy gishti madh dhe gishti tregues edhe te femrat që të bartin unoz. Megjithatë ju mjaftojnë atëre 3 gishte edhe 3 kiton, 6 gishte, domethënë 6 unoza është e mjaftueshme për to. E dyta te mashkulli nuk lejohet që të zbukurohet vetëm me një unoz. Dhe nuk preferohet që kjo unoz të jetë unoz e fejesës. Nga se kjo është një traditë e krishterëve, të cilët kur kanë njeriu normal se para martesës te ta ka qenë i lirë. Pra i ka pas të lejuar runa Zot të bëhen dhe zino. E kur të fejohet, atëherë vinë shkojnë në kish dhe fillojnë me i numëru 3 gishtat. Dhe thojnë në emër të Atit, me emër të Birit dhe Shpirtit të Shenjtë, dhe anojnë unozën, tash i lidhur je me filonën. Zguxon pra që ti të dashurohesh dikën tjetër. Kjo është një traditë e krishterëve që ne nuk na ka një hije si besimtar ti përngjajmë të qerve. Pra Allahu azza wa jall
Pasi që të ka dashuru namazin, lutë Allahut në sejdë që Allahut të dashuron çdo send që ha pjesë e Islamit. Do ta shif një ditë se do të jetë qesharake me veten tënde ku ta shifsh ndonjë fotografi apo vikend ku ta shifsh me qafore. Për çka se as që ka zbukurim, përkundrazi ta humb burrnin, ta humb autoritetin dhe karakterin. Pos asaj mos e bësh pjesë në mallkimin e Allahut Azza wa Jall. Aruna Zot kanë mallkon Allahu Azza wa Jall, nuk e përfshin rahmeti Allahut. Për këtë arsye nëse të është dashuru, heke për Allahun. Largoje për Allahun, Allahu Azza wa Jall ka me ta kompenzu me të mira, me zbukurime të imanit në zemër dhe në gjymtyre. Lutim Allahun Azza wa Jall që Allahu rinin ton ta vedison dhe nga çdo e lig Allahu Azza wa Jall ta largon.